Ky fis sa zgjohesh e gjithmonë ndiqte diellin dhe hënën. Dhe sa po dielli dilte, këta vraponin drejt diellit duke brohoritur ose duke thirrur për arsye se po ndjenin tokën, ajrin, diellin, edhe shkonin në për oaze të ndryshme që kishin atje për të përjetuar dhe ndjesinë e ujit. Edhe kur këta i përjetonin të katër parimet, këta ndjeshin të balancuar dhe të plotësuar. Sepse për ta, një gjë shumë interesante që unë kam gjetur ishte se këta nuk luteshin, por vrapimi që bënin drejt diellit ishte lutje. Dhe kjo ishte një nga gjërat më të bukura që më bëri ta marr dhe ta sjell këtu. Dhe teksa ne vrapojmë gjatë gjithë kohës, ne shpenzojmë karburantin ton, energjinë ton. Dhe kush është karburanti dhe energjia jonë? Është ushqimi. Dhe nga ushqimi ne marrim atë për të cilën sistemi jonë i tretjes e përdor, por jo vetëm sistemi jonë i tretjes, por i gjithë trupi, e cila njihet ndryshe si glukozë. Glukoza për ne është një karburant, i cili shpërndahet në dy degë, energji dhe lëvizje. Lëvizja, çlirohet nga energjia që njihet ndryshe si energjia kinetike.